Akrepi. Akrep. Bura grua qofsh. Dëgjoj me vëmendje. Këtë javë, asnjë shtirje, asnjë lloj publiciteti të gënjeshtër për veten tënde. Në qoftë se je treguar i keq apo e keqe, mos u shtir si më i miri apo më e mira në botë. Mos u hik si i pafajshëm nëse je fajtor apo fajtore. Mos u hik si kur i di të gjitha gjërat, kur gjërat nuk janë të vërteta. Mos u hik si diletant, si kur nuk ke nevojë për asgjë, kur në të vërtetë je profesionist dhe duhet të demonstrosh që je plot ide dhe plot dëshira. E kuptoj që pak shtirje mund të ndihmojë në krijimtari, në marrëdhëniet apo në rrugën tënde, por më dëgjoj mua, nuk është kështu. Për aq sa mundesh, përpiqu që sjellja e jashtme të tregojë vërtet atë që ke brenda. Akrepa, do të jeni shumë të vlerësuar, po të jeni ata që vërtet jeni.